Një thikë e cila në dukje ka shenja të kuqe si ato të gjakut të gjetur në dalje tek Samili dhe dyshohet se është arma me të cilën Sokrat Vata ka vrarë turistin nga Portogalia Luiz Mendes pak ditë më parë në ambientet e verandës së lokal Principotes. Hetuesi shkuan tek thika në bazë të dëshmisë së njërit prej personave që ka shoqëruar autorin e dyshuar të ngjarjes. Thika e cila u gjet në një zonë të pyllëzuar do t'i nënshtrohet ekspertizës për të vërtetuar nëse është arma me cilën portogezi u qellua për vdekje. Tashmë me vendim të gjykatës, autori Sokrat Vata po qëndron në masiguri arrest në Burg së bashku me 2 shtetasit turq që shoqëruan deri në Levan si dhe 3 kamarier. Pjesa tjetër e personave të ndaluar u lanë të lirë. Para gjykatës, Sokrat Vata ka treguar se nuk e di se e kishte qelluar shtetasin e huaj, pasi ka qenë momentet e aksioni, por është shprehur se shkaku bën një sharje mes njëri tjetrit që erdhi si pasojë e zhurmave në ambientet e lokalit. Identifikimi i Vatës si autor erdhi edhe nga dëshmitë e dhëna nga turistët e tjerë që shoqëronin Mendes. Ata kanë treguar se një person i veshur me të bardha dhe me flokë të gjata kishte një thikë në dorë dhe ka qelluar drejt shokut të tyre disa herë dhe më pas është larguar. Po ashtu disa kamera sigurie kanë fiksuar lëvizjet e tij të dyshimta, çka ka ngritur dyshime të arsyeshme që Sokrat Vata është autori i ngjarjes.